Në derën e qendrës së trajtimit të shëndetit mendor Shkodër, e cila ndodhet prej më shumë se një viti në qendrën komunitare të Kirasit, kohët e fundit është shkruar pediatër, duke zëvendësuar mbi shkrimin e mëparshëm Gjon Preqi, neuropsikiatër. Ky ndryshim ka ndodhur për shkak se qendra e trajtimit të shëndetit mendor duhet të ishte rikthyer në poliklinikën e qytetit, në katin e parë Majtas, aty ku ishte para se të bëhej rikonstruksioni. Por mjeku Gjon Preqi sqaron se drejtuesit e Spitalit Rajonal të Shkodrës janë bërë pengesë që kjo qendër të rikthehet në poliklinik, pasi ata kanë caktuar për këtë katin e tretë, i cili nuk është i përshtatshëm për pacientët e shëndetit mendor. Hapësira e caktuar për qendrën komunitare ka qenë ajo ekzistuesja. Në katin e parë Majtas, me 6 dhoma, me një staf për 13 vetësh, 3 mjek, 2 psikolog, 2 punës social, 6 infirmierë, dhe e kanë tjetërsuar dhomat, duke fut shërbimet e tjera dhe ne duke na fut në mes të shërbimeve të poliklinikës në katin e tretë, duke mos marrë hiç parasysh problematikat e veçanta që ka shërbimi i shëndetit mendor. Hiç i përshtatshëm dhe është jashtëzakonisht i rrezikshëm me fut shëndetin mendor brenda specialiteteve të tjera. Edhe këtë e kemi ballafaquar dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, ata kanë thënë që do të kthejë në hapësirën ekzistuese. Do t'ju dërgojmë urdhër për zbatim. Urdhri ka 2 javë dhe detyria akoma e spitalit nuk e ka vujt në zjarm për ta zbatuar. Preqi tregon shkresën e Ministrisë së Shëndetësisë datë 18 shkurt, e cila i drejtohet Drejtorisë së Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe institucioneve të tjera të shëndetësisë, që urgjentisht brenda datës 1 mars, qendra e trajtimit të shëndetit mendor të rikthehet në ambientet ku ka qenë para se të bëhej rikonstruksioni i poliklinikës. Po të kthyer në hapësirën ekzistuese. Kati parë Majtas me 6 dhoma nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë. Urdhën për zbatim. Urdhri nuk ka diskutim, nuk ka asnjë lloj alternative. Sepse është diskutuar në vend, është bën një mbledhje, është bën një ballafaqim, ndërkohë ka ardhur urdhër ekzekutiv. Nuk e kanë zbatuar. Por sot jemi me datën 10 mars dhe ky urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit të Shëndetësisë ende nuk ka gjetur zbatim në Shkodër, megjithse u është dërguar 7 institucioneve me numër protokolli 888, datë 18 shkurt 2025, firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë.